motra dhe vëllezër, mua nuk më takon të flas për arsye se unë jam mysafir dhe jam shumë i nderuar që më është dhënë mundësia që të këndoj për Bashkimin Demokratik, për BDI-n, për njeriun e shquar, për njeriun që sakrifikoi rinin e tij nga fëmiria për këtë ditë të sotme, që ne gëzojmë shqiptarët ku do jemi. A me shokët e tij në historinë e popullit shqiptar, emri dhe mbiemri i tij, i Ali Ahmetit, është i shkruar me shkronja të arta. Këtë e dini gjithë njerëzia, gjithë shqiptarët kudo që janë. Unë nuk kam ardhur për të lobuar, po kam ardhur për ta folë të vërtetën. Atë që thonë në Kosovë dhe ne që e njohim se kush është ai. Puna e tij, vepra e tij. Është një fjalë popullore, thuhet, për çdo gjë që të bësh, ta shpërbleft i madhi Zot. Dhe shpërblimi do t'i vije prej Zotit të madh dhe prej juve të nderuara zonja dhe zotri. Bashkë më mirë, bashkë më të fortë, të bashkuar për Europë. Është kjo ide, ajo të cilën e inicoi më 1912-ën, plaku i Vlorës, Ismail Qemali dhe solli pavarësinë e Shqipërisë. Është kjo ide, ajo të cilën e inicuan më 1981-shin vëllezërit Gërvalla dhe solli lëvizjen më të fortë studentore, solli pranverën kosovare e cila i dha fund diktaturës slavo-komuniste. Është po kjo ide. Ideja e bashkimit, të cilën më 1997-ën e inicoi legjenda e kombit ton, Adem Jashari, dhe e cila solli lirinë e Kosovës. Dhe është po kjo ide, të cilën më 2001-shin e inicoi lideri i ushtrisë qeveritare kombëtare, zoti Ali Ahmeti, dhe solli marrëveshjen e Ohrit, e cila shënoi kthesën më radikale sa u takon të drejtave tona kombëtare këtu në Maqedoni. Ne sot kemi fatin që udhëhiqemi nga personalitete të cilët ne i njohim bashkë me bashkimin që në vitet 1970, që në kohën kur vepronim si ilegal. Bashkim dhe bashkëqytetar të mi, të jeni të sigurt se përderisa ne kemi krah nesh personalitete si Ali Ahmeti, Musa Xhaferi, por edhe të tjerë, Radika nuk ka birnane që mund ta kthejë. Bashkë më mirë, bashkë më të fortë. Ne sonte jemi mbledhur këtu që të promovojmë platformën, programin ton për zgjedhjet e ardhshme të 27 prillit. Jemi mbledhur këtu që të vazhdojmë programin ton, amanetet tona, veprat tona, të cilat që nga viti 2002, me themelimin e Bashkimit Demokratik për Integrim, u zotuam dhe u betuam se do të implementojmë marrëveshjen e Ohrit, konkretisht do të avansojmë të drejtat e shqiptarëve, si të drejta autoktone, të drejta demokratike dhe të drejta të cilat bazohen edhe në vlerat dhe të drejtat europiane. Ju bëjmë thirrje të gjithë simpatizantëve, votuesve tanë, edhe atyre të cilët janë në hamendje, të orientohen ka Bashkimi Demokratik për Integrim për të sfiduar politikat të cilat duhen, kërkojnë që të na lejnë në stagnim, kërkojnë të ndalin proceset e realizimit të drejtave të shqiptarëve, procese të cilat pa dyshim që janë në kuadër të proceseve evropiane dhe euroatlantike. Bashkë më mirë. Ne kërkojmë mandat që të bëhen investime dhe të hapen vende të reja dhe të krijohet një perspektivë dhe besim tek rinia se ky vend është vendi jon, se në këtë vend jetohet. Ne kërkojmë mandat për t'i afruar njerëzit dhe jo për t'i përqarë njerëzit. Dhe kemi dëshmuar që me
12 vite me radhë, asë një herë nuk kemi nëzitur në radhë të parë për plasjen ndërshqiptare, por gjithmonë i kemi përballuar edhe ofendimet sa do të rënda që kanë qenë ata. Përse? Sepse kemi dashur që njerëzit të afrohen, pavarësisht ku i ngjyre dhe rrymë ato i takojnë. Mbi të gjitha jemi njerëz. Mbi të gjitha ne duam garë të hapur, ne duam mejdan, me platforma, me mend. Dhe platformat nuk fshehen, njerëzit nuk fshehen. Ne jemi para jush, gjithmonë kur ka patur nevojë, edhe llogarin e kemi dhënë. As pak nuk kemi paraqitur njerëz me standarde dyfishta, apo para dite një ngjyrë tjetër dhe pas dite një ngjyrë tjetër. Bashmëni